Zjarri pak ditëve më parë në markatën e Lushnjës ka ndaluar tashmë aktivitetin dhe ka detyruar tregtarët që t'i përballojnë vetë dëmet. Pa sigurim financiar, rikthimi në normalitet mbetet i vështirë për 50 subjektet e prekura. Përmes administratorit qendror të tregut përfshirë edhe rastet kur administrator është vetë bashkia, ose përmes sigurimit individual nga vetë njësitë e vogla tregtare, tregjet e mëdha në shumicën e rasteve duhet të sigurohen financiarisht. Me një çmim minimal thuajse €1 për metër katror, tregjet e përmasave të tilla do të kishin mundësi të përfitonin deri në €1 milion kompensim për dëmet në pronë dhe deri në €1 milion të tjera për dëme ndaj palëve të treta sipas kushteve kontraktuale. Secili prej subjekteve që ka regjistër hyrje daljesh të rregullta mund të siguronte dhe inventarin e mallit për të kompensuar për dëmet në mallin që tregton. Kompanitë si Sigal, të risiguruara në tregun ndërkombëtar me partnerë si Hanover Re, e vlerësuar AA nga S&P Global Ratings, lider global në sektor, mund të garantojnë mbulim dëmesh deri në vlerën €70 milion. Edhe aktet dashakeqe si rrezik shtesë mund të përfshihen në mbulim sigurimi me kërkesë të klientit, pasi rilogaritet çmimi i marrjes në sigurim dhe pasi përmbushen disa kritere shtesë. Kombinimi dhe mbulimi i sa më shumë rrisjeve përmes sigurimit do të sillte përfitime të trefishta për tregjet private, kompensimin e dëmeve në pronë, të dëmeve ndaj të tretëve dhe të dëmtimit të mallit, të gjitha të mbuluara nga kompania e sigurimit. Rikthimi në aktivitet pas dëmit do të ishte më i thjeshtë. Sipas të dhënave zyrtare nga AMF, kompaninë si Sigal, në një treg me 8 kompani, paguajnë thuajse 1 në 2 dëme të siguruara në pronë për gjatë vitit 2025. Rreth €6 milion dëme në pronë janë paguar nga kompania në 2 vitet e fundit.